Të vazhdojmë fort luftën kundër mbjelljes së kanabisit. Ky ishte mesazhi i qartë dhe i prerë që u dha nga drejtori i policisë së Qarkut Korç në takimin e mbajtur në Pogradec me përfaqësues të pushtetit lokal dhe policisë së shtetit. Në 3 vite, në të gjithë territorin e bashkisë dhe njësitë administrative të Pogradecit, ka pasur vetëm një rast të kultivimit të kanabisit. Kjo është fal punës dhe kontrolleve të vazhdueshme të policisë së shtetit në bashkëpunim me të gjitha institucionet. Loka inkurajoi çdo që të tregojë gatishmërim për të denoncuar raste të dyshuara dhe për këtë nuk do të ketë asnjë tolerim nga ana e policisë. Edhe prefekti i Qarkut Nerti Liole dhe kryebashkiaku Ilir Xhakolli vlerësuan punën e bërë, ndërsa thanë se janë të gatshëm për çdo bashkëpunim me policinë. Ata ftuan kryepleqësinë e fshatrave që të jenë gjithmonë në koherencë me çfarë ndodh në zonat e tyre, si dhe të raportojnë gjithçka të dyshim që shohin, pasi në çdo rast do të kenë mbështetjen e policisë. Për komisarin e Pogradecit Elton Halili, puna e bërë deri më tani është e shkëlqyer, por sigurisht që nuk mjafton, tha ai. Ne kemi arritur që në 3 vite të konstatojmë vetëm një rast në Pogradec dhe do të vijojmë fort punën për të goditur këtë veprimtari kriminale, por kjo realizohet duke bashkëpunuar të gjithë së bashku. Ne jemi të gjithë për një qëllim dhe të gjithë bashk mund të garantojmë rendin dhe sigurinë, tha Halili. Në takim merrnin pjesë drejtuesit e njësive administrative, kryepleqët e fshatrave, inspektorët pyjor dhe policia bashkiake, ndaj të cilëve u lam porosi konkrete dhe në rast të mos raportimit u paralajmëruan edhe për penalitetet që parashikon ligji.